Po. Mendoj që grupi parlamentar i shërben shumë edhe mbarvajtjes punës në kuvend, por edhe subjektivitetit të partisë guxo. Por, cilin verdikt do ta marrin organet e partisë, ajo është një temë ku unë jam vetëm njëri nga zërat. Subjektivitetin e keni të fuqizuar, ju zonja Gërvalla, duke ditur që e keni edhe një komunë. Po. Tani natyrisht në qeverisje, po i referon komunës së Mitrovicës së Jugut me zotin Fatman Peci. Prandaj këto janë pyetje të cilat edhe qarkullojnë dhe debatet të cilat bëhen zakonisht edhe në studion time televizive dhe në atë se si do funksionojë. Por është edhe një arsye tjetër pse bëhet kjo. Arsye tjetër është shembull roli i zonjës Vjosa Osmani, presidentes aktuale të Republikës së Kosovës, e cila është bashkëthemeluese e guxos bashkë me juve. Dhe shpeshherë hapet si temë duke ditur që vjen çështja e zgjedhjes së presidentit ose presidentes, se si do funksionojë guxo, do e mbështes kandidaturën e zonjës Osmani, apo nuk është diskutim që është bërë edhe më tutje, ajo qëndrim. Po. Presidentja Osmani nuk se kur thua bashkëthemeluese tingëllon sikur ka qenë një prej themeluesve të shumt. Unë mendoj që presidentja Osmani në formimin e listës guxo atëherë ka qenë figura qendrore e kësaj liste. Po, e quajta bashkëthemeluese duke ditur që keni qenë së bashku. Ne të tjerët jemi bashkëngjitur, sepse edhe nuk jemi bashkëngjitur për herë të parë, po kemi goxha një rrugë të përbashkët që kemi bërë që nga vitit 2013-2014 në përpjekjet fatkeqësisht të dështuara për cilë më shumë demokraci të brendshme brenda LDK-s. Prandaj, presidentja Osmani ka qenë figurë qendrore e partisë guxo. Absolutisht. Ju e përmendet që në zgjedhjet e kaluara ajo ka marrë 300.000 vota. Kështu që ato e kam fjalën zgjedhjet e vitit 2021 ku ajo ka marrë pjesë. Kështu që ajo nuk ka qenë rastësishme. Mbështetja qytetare për presidenten Osmani është shumë e fortë. Mirë, po sa ne do të arrim pasi të kemi formuar qeverinë, do ta kemi një test të opozitës kur vi puna tek votimi i marrëveshjeve ndërkombëtare. Që i bie me kohë kur mund t'i bie kjo? Me njerë pasi të krijohet qeveria. Me njerë pasi të krijohet qeveria, duhet miratojmë. Sipas dinamikës. Në datën e parë të mundshme. Tani kemi edhe sot do të ketë numërim të rreth 3.000 votave që kanë mbetur pa u numëruar. Pastaj besojmë që do dali KQZ-ja me rezultate paraliminare. Pastaj do të ketë një afat ankesash të shkurtër për gjithë ata që kanë ndonjë... Dhe certifikohen zgjedhjet? Dhe pastaj certifikohen, dhe pastaj kemi afatin kohor. Në afatin e parë të mundshëm, ne jemi të interesuar të mos kemi më vonesa, të konstituojmë kuvendin, zgjedhim kryetaren e kuvendit, edhe të formojmë qeverinë, edhe të vazhdojmë punët. Duhet sjellim menjëherë buxhetin për vitin 2026, dhe marrëveshjet ndërkombëtare që janë në pritje prej kaq shumë kohësh. Aty do ta kemi një test cili është disponimi i opozitës, sepse presidenten nuk mund ta zgjedhim vetë. Me 51% të votave të shqiptarëve në parlament ne nuk mund ta zgjedhim, na nevojiten 80 vota. Po. 80 vota ne nuk i kemi. Do të na duhet të gjejmë një partner për ta zgjedhur presidentin. Dhe unë mendoj që 80 për të qëndruar në sallë, se jo gjithë për të votuar. Por për të qëndruar edhe ata duhet të tregojnë gatishmërinë për. Është e vërtetë. Prandaj mendoj që çdo debat që ne e zhvillojmë para se të vijë ai moment, pra kemi disa procese para se të vijmë deri tek presidenti. Çdo debat që e zhvillojmë të panevojshëm rreth kësaj teme ka për ta vështirësuar arritjen e një konsensusi.